të PD-s, ka bërë. Për rastin konkret, për Harazanin nuk e ka bërë më. Dhe Harazani ka qenë deputet në drejtimin e Partisë Socialiste nga Edi Rama. Prandaj po them që ne do ta shohim se spektakli ka filluar tashmë, vëmendjen ti do e kesh, do gjejnë gjithë pikat e dobta të skuadrës të opozitës dhe nuk do merremi te vëmendja nga krau tjetër, nuk do të jetë as te programi, se s'ka program. Deri tani është Bufi, Kënetës, Bretkosa, Gjerizi, ku diun. Dhe fakti që në 2030 jetën që i bie jo ky mandat, po mandati tjetër, ne do vëm në BE. Pra kupton? Cili është premtë, ora cili është programi fushatmë, çfarë do bësh? Çfarë do bësh? Çfarë ofron ti vendi këtë moment? Nuk ka problem. Dhe tani shtu ku e latani që Rama po futet në këto zgjedhje pa program dhe pa lista deputetësh. E vetme gjë që ka bërë është që pas 3 mandateve po rilind krimin dhe korrupsionin. Pra po i bën një makjazh rilindjeje. Po ta shohim në panoramë të përgjithshme, ka asgjësuar, ka zhdukur gjithë senatorët e Partisë Socialiste dhe i ka zvendësuar me disa rilindas të cilët përfaqësojnë po prap krimin dhe korrupsionin. Pse e them këtë? Duhet ndalem edhe në disa qarqe specifikisht po në mënyrë të përgjithshme. Ai ka ndjekur jo më një strategji politike për të garuar në këto zgjedhje, pra pa program, pa listë, po ka bërë një makinacion votash për mos të pasur zgjedhje. Pra siç ka funksionuar në 10 zgjedhjet e fundit, të njëjtën strategji kërkon. Nëse do t'i marrim me radhë, duhet të shohim veriun. Në veri kemi pinjoll të krimit dhe përfaqësues të krimit. Bëhet fjalë për veriun apo dhe për qytetin e Durrësit. Gjithë qytetarët e Durrësit, po dhe më gjerë ata që e njohin listën e Partisë Socialiste e dinë që secili kandidat apo 90% e kandidatëve përfaqësojnë një organizatë kriminale në një qytet apo në një qytet tjetër të qarkut të Durrësit. Të njëjtën strategji ka ndjekur edhe për Shkodrën. Të njëjtën strategji ka ndjekur edhe për qarqe të tjera. Nëse do të zbresim në jug, ka ndjekur pak a shumë, nëse në Veri apo në Durrës apo në Elbasan kemi përfaqësues të krimit, në jug ka zgjedhur atë pjesën tjetër të korrupsionit. Kanë zbarkuar në qytetet e jugut të gjithë drejtorët e akuzuar për korrupsion dhe që kanë llogari të hapura me spakun. Dhe nëpërmjet drejtorëve, nëpërmjet milionave të korrupsionit të drejtorëve, kërkohet manipulimi dhe blerja e zgjedhjeve. Dhe në këto zgjedhje, kryeministri ka për të kthyer në bumerang kjo gjë, jo vetëm nuk do ketë kundër vetëm opozitën, po do ketë kundër edhe socialistët, sepse kanë krijuar edhe drejtorët që kanë zbarkuar të paktën në qarkun e Fierit, që kanë zbarkuar dhe po investojnë miliona korrupsioni, janë kthyer problem edhe për vetë Partinë Socialiste. Që ka bërë edhe më optimist se blet koka. Se leon, se them kundër. Ç'është vje? Vazhdo. Po i do me shifra, duke qenë se mëngjes bërë pak ironi me bletin. Vazhdo. Po jo, nëse ty të duken kandidat potencial Vardës të Belinda Ballukut në vend të figurave historike të Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, atëherë më vjen keq po edhe ti votat i mirë Rama nominalisht ata janë flasë unë flas si gazetar për votën. Nëse do flasim për rezultatet, ata mund të jenë produktiv. Por nëse do shohim reagimet e socialistëve, senatorëve të vjetër, nuk janë ato reagime kënaqësie. Po patjetër. Po shikoj socialistët në rrugë. Po e dim shumë mirë pse vojta Ulan Balla nga Fieri, mo edhe pse u çuam në emision caktuar. Se nuk bëri dot atë që po bën sot Belinda Balluku. E dim shumë mirë se si janë lëvizur disa drejtues të qargje, e dim shumë mirë çfarë po ndodh në Kukës. Në Kukës kanë nxjerrë armët brenda Partisë Socialiste tani më fal. Do ta kesh parasysh. Jo, po janë brenda me negocier. Po tani jo me qenë se ishte për çështje optimizmi. A janë vrarë në Kukës? Po pse janë vrarë në Kukës për çështje influencës, për fajsuesit të drejtuesit politik që çoi kryeministri Eduard Çalcit me njerëzit e kryetarit të bashkisë. Për çfarë? Vetëm për influencat e votës të Partisë Socialiste. Po çfarë themi? Tani një nga personat më të vlerësuar dhe që mban peshën e zgjedhjeve në firme që të rikthehen prapë te Fieri janë Ceno Klosi dhe ky drejtori i OSHE-s. Kush është vlera e tyre politike për qarkun e Fierit? Do të hidhemi në Durrës, diskutojmë emrat me radhë të Durrësit. Çfarë përfaqësojnë ata? Drejtorët e fortë, histori të bashkisë janë futur në listat janë futur ca makjazh. Të them një gjë çfarë ka ndodhur në Kukës. Se duhet ndaloj edhe në Tiranë. Vetëm një sekond, të them një gjë çfarë ka ndodhur në Kukës. Duhet të jesh idiot politik këtë që ka bërë Shalci në Kukës. Duke qenë se ka krijuar një konflikt dhe ka plas arma brenda Partisë Socialiste, njëra është i plagosur,
ka qenë plagosur rënd dhe ka qenë në spitalin e Prizrenit. Kanë shkarkuar drejtorin e bashkisë që ka qenë drejtuesi politik i Partisë Socialiste. Nga përplasja e madhe brenda PS-s, qarku i Kuksit ishin përbërë nga 3 bashki, Kuks, Has, Tropoj. Me idenë se tani duhet të rikuperojë përplasjen, i ka fut që të gjithë kandidatët nga qarku i Kuksit dhe ka lënë pa përfaqësuar edhe Tropojën edhe Hasin. Në çdo variant, Partia Socialiste na qark një merë, por është jo vetëm mlefi dhe lufta për influencë, por edhe ignoranca politike. Tani, edhe ju që keni goxha optimist, vjen mirë për këtë pjesë, sepse në pjesën e parë isha edhe pa kritik. Kalojmë në Tiranë. Po se Kuksi mbase për çështje se di flet për Kuksin, për shkak të vendlindjes do të flas për Fierim shumë për shkak të vendlindjes. Kështu që bim dakord në këtë pjesë e optimiste. Tani kalojmë në Tiranë. Çfarë po ndodh në Tiranë? Kuksin e zbulson me lagjen Fier ky, prandaj pra mes optimizmit do zgjedh optimizmin e Romirit. Tani se një mandat po flasim shumë që Erion Veliaj do dëmtojë Edi Ramën në zgjedhje sepse edhe Erion Veliaj di shumë mirë se kush e ka futur në burg. Ajo çfarë po bën Rama me Tiranën është po ashtu një lojë pistë. Rama këtu do ta le të bëj një pyetje, sepse është gjë që e ka menduar gjatë më. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që në zgjedhje e gjithë qeveria të kandidojë në bashkinë në qarkun e Tiranës, siç ka ndodhur kësaj radhe. E gjithë qeveria përveç Belinë e Ballokut është në qarkun e Tiranës. A ka të bëjë fakti që Erion Veliaj dhe gjithë grupi i tij, që ka qenë një makineri për blerë vota, është në burg. Pra Ramës duket është përfshirë dhe kryeministrin. Ramës duket se i është dashur që 2/3 të qeverisë së bashku me veten të instalohet Tiranë për të zëvendësuar makinerinë elektorale të blerës vota për Erion Veliaj. Ka si makinerinë e vet, ka hequr Veliaj? Jo, nuk e ka hequr dhe makinerinë e Veliajt nuk e ka hequr. Në listat e hapura janë 90% të njerëzve të besuar të Erion Veliaj. Tani më dëgjoj këtë pjesë e njoh mirë se kam tani e din dhe tani përcakoj kemi pas zakonshi. Makineria elektorale e Erion Veliajt është në Fier vëlla. Është ke burgu i Fierit. Ato harroje, këtë që ka vendosur në listë. Nuk të mbledhin vota. Nuk po flasim ne. Vazhdon Erion Veliaj të ketë strukturë në Tiranë dhe nuk do paguajmë Erion Veliaj nga burgu për Tiranën. Kjo është makineria elektorale. Dhe prandaj njerëzit e besuar të Erion Veliajt pikërisht i ka vënë në listat e hapura të cilët të punojnë për mandatin e tyre, por që në fund fare nuk e përkthejnë dot asnjë mandat sepse vota shkon po prapë për Një sekond, isha në burgun e Fierit për takuar Salianin. Apo pije kafe me të. Dhe takuar edhe drejtorët e PSD. Gjithmas kisha edhe makinerinë elektorale të Erion Veliajt, por edhe të Shkodrës. Ishte edhe Plum Gjoka. Dhe ata me humor, se burgu të bënde të zuar. I thonin Salianit, ne e dim për çfarë je, për çfarë je në burg. Po tani jo, që ta bëj dhe pyetje me qenë se dhe unë shpjegime jam. Drejtorët, domethënë makineria e votave të Erion Veliajt, ishin optimist apo pesimist për zgjedhjet? Makineria elektorale e Bashkisë Tiranës për një gjë ishin të qartë. Që Erion Veliaj është në burg për Edi Ramës. Domethënë nuk bëj pa lejen e tij. Për Erion Veliaj, po. Besoj që sot e kishte kuptuar, por e kam pjesë të fundit. Okej. Pra, në çdo qark, në Tiranë më vete, po të marrim dhe Jugun dhe me Veriun më vete, ka zgjedhur një strategji kriminale për manipulimin e zgjedhjeve. Pra, për Edi Ramën nuk ka votime dhe nuk kërkon votën e qytetarëve, por kërkon, domethënë duke i injoruar, kërkon t'i blesë